Dhe mirë se erdhët në këndin ton të gatimit, Zonja Vjoca vazhdon të bëj gati për bërësit, sepse sigurisht duhet të nisim nga puna për të përgatitur recetat që ajo mendon çdo ditë për anvisat e zonjat që na ndjekin. Zonja Vjoca, ku je? Ja, po më zirë patatet se i kisha vëmë të zjenin. Po lexoj çfarë përbërësish kemi në menu që të kem një ide për recetën tënde. Erdha. Me pure, spinaq dhe ves. Me pure spinaqi i bie. Apo do kombinohet me pure? Me pure patate, me spinaq dhe ves. Ashtu siç bëjmë atë buranin ndonjëherë, është një stil komplet ndryshe. Mirë, ta mësojmë. Veç që duhet heqim bukën, sot nuk duhet ham bukë fare. Mbasi po, Niki do të më ndihmoj me patate, 800 gram deri në 1 kilogram patate. Për 4 persona, tek 800 gram shihni në rregull. Kemi 1 kilogram spinaq. E kam hequr kryesisht bishtat, e kam vendosur vetëm 1 deri në 2 minuta në ujë të valuar, më pas e kam vendosur përsëri në ujë të ftohtë me akull për të ruajtur ngjyrën, mbasi e kam kulluar dhe shtrydhur pak, i kam prerë një çik për arsye që tek tuk ndonjë bisht edhe të mos duket ashtu i gjatë. Kam grirë qepën në kubik, një qep mesatare. Një thelpi hudhër, dikush e do, dikush se do. Mirë është që ta kombinojmë, nuk është shkruar në dras, por mirë është që të kombinojmë dhe një thelpi hudhër. Dikush e do me vaj, mund ta bëj me vaj ulliri. Unë mund t'jap vetëm sasin e yndyrës që do të përdorim ne për një recet, që mesatarisht është ose 4 lugë vaj ulliri, ose 2 lugë gjelp. 2 lugë gjellë, Preferencat janë të ndryshme. Sigurisht që gjalpi e bën më të shishëm, ato që janë si unë mund të hanë me vaj ulliri, ato që janë si Niki mund të hanë me gjalp. Sigurisht gjalpi e bën akoma dhe më të shishëm. Kemi 150 ml qumësht që do të atrazojmë me puren së bashku me një lugë gjalp. Tek pureja nuk mund të hedhim vaj, do të hedhim gjalp. Kemi erzat që kryesisht shkojnë shumë me spinaqin dhe majdanozi dhe kopra. Kemi dhe armoskat këtu, krip dhe piper të zi. Në fund kemi dhe 4 kokra vezë, që do t'ja hedhim syze. Veza iba janë super të freskëta dhe unë do t'i hap direkt në emision. Dhe mirë është, unë kam zjerë këtu një tavë, por kam zjerë dhe një të vogël. Është shumë këndshëm që ky gatim të realizohet në porcionet veçanta. Nuk do të vendoset në tavë. Keni vënë re ndonjëherë që ne bëjmë burani me spinaq, edhe pse i kemi bërë të gjithë këtë proces që është mëse i zakonshëm, që unë po bëj deri tani, do bëj në vazhdim, kur e vendosim në furr, sikur na thahet spinaqi dhe na mbetet nëpër anët e, bëhet si kërcëan. Kjo ndodh ndonjëherë dhe ke pureja. Por është një sekret që për të realizuar që ne puren dhe spinaqin të ham dhe tasi të mbetet kështu, do ta vendosim për arsye se patatja është e zjerë, qumshti dhe gjalpi që unë do të vendos tani në këtë tigan të nxehtë, që duhet jenë të nxehta kur unë t'i hedh ke patatja, do të kaloj në një proces, po dhe mos kaloj gjalpi dhe qumshti përsëri, mund të konsumohen dhe ashtu siç janë. Atëherë do ta vendosim në një tavë me ujë të nxehtë dhe do ta lëm vetëm 15 minuta në furr aq sa ne të na pikset veza dhe ruajmë njëkohësisht të gjithë vlerat ushqimore të produkteve që kemi përdorur. Pra, ja sa gjalp do të hedh, baras me një lugë çaj. E hedh gjalpin këtu dhe e lëm. Tani filloj me tiganin. Në një tigan do të vendos. Dhe kemi këtë pllakën të nxehtë. E hedh çik qepën kështu pa yndyr një herë, me pak krip që të më tretet. Është proces që unë kur jam në shtëpi kam thënë, e lën në këtë formë, i vendos dhe kapakun, sa qepa ta përthithi një çik atë lëngun e vet. Nuk e duam që të marrin ngjyrë. Ndërkohë, unë këtu gri patate. Më falë. Jolcës në njerë kur do të flasi shumë. Patate të kamë përsti për unë. Ti ktheve në purin në të se i kam më dorë? Po. Të vazhdojmë. Do më ndihmoje shumë. Atëherë grim imët hudhrën.
Vazhdojmë me këtu tek spinaci. Mund të hidhni gjallë, një luk, dhe mjafton këtu, mund të hidhni dhe vaj. Me që do ha dhe unë i hodha vaj u liri. Gjallëpin e kemi tek pureja. E ngrohim qumshim, derisa na shkrin dhe gjallëpi, dhe qepën këtu e ka urdisim një qik mirë, për arsye se do të rish shumë pak në furrë. Hedhim dhe hudrën. Dhe këto janë enë që ne duhet i largojmë qërteni iki, Ja se po... Shumë faleminderit. Shumë argëtuese kjo pizza. Ekstremit në pure, shumë argëtuese. Argëtuese është kur është zjerë mirë patatja, se ndonjëherë që nuk është zjerë mirë patatja të dalin djerësët aty. Por, ne dim që ato që nuk kanë këtë instrument në shtëpi, kanë një instrument tjetër që e shtyp pataten, nuk ka problem, mund të qëroni pataten dhe ta zjeni të qëruar të prerë në copa që të zjej sa më shpejt. Pra, them që qepa, po ta lëm dhe pak, na fillon as verdhet, kështu që mendoj së është mjaftueshëm. Tani do të hedh spinaqin. I trazoj të dyja së bashku. Do thot në njëri nga ju kaq për bërës, unë personalisht e lëm me kaq. Dhe jemi brënda kufive. Si mirë duken. Po, jemi... Shtohet akoma, qëfar mund të shtohet? Jemi brënda kufive të kalorive që i duhet se cilit nga ne për të ngrënë shëndetshëm. Nëse ndonjëri ka nevojë, do vetë punoj në kazë murator, ka njerëz që ka nevojë, po, do shkojnë palestër, atëherë këtu mund të hidhnim dhe sa 2-3 lugë pana e bën më të rrëshqitshëm dhe po unë do të stopoj thash në këtë moment. Se jo të gjithë njerëzit... Gjithmonë armoskat, e kemi gati këtu? Po, tani në këtë moment ne mund të hedhim kripën. Ka një qik krip se i hodhëm ke qepa, nuk duhet harojmë. Sa na kapin këto dy gishta pak. Mbasi do hedhim dhe pak e veza. Kemi armoskat. I jep një shije të mrekullueshme. Armoskat do të hedhim edhe aty tek patatet. Po. Pak piper të zi. Dhe si që shikoni, procesi i zjerjes dhe i përgatitjes së spinaqit është shumë mirë. Nëse spinaqi do t'ishte i pagatuar, atëherë këtu do na kishe dal ujë. Por, ka raste që këtë recet ndonjëri nga ju e mërmalli ta shijoj edhe në një stin tjetër, kur spinaqi nuk e kemi të freskët, po do ta marrim në frigorifer. Atëherë do të hedhim spinaqin në një tigan tjetër, me një filxhan e gjys ujë, ashtu si që janë kocka të nxjerrë nga frigoriferi, i vendosim kapakun në një temperaturë mesatare dhe ai do të lëshoj komplet lëngun. Do ta heqim atë lëngun dhe më pas do ta hedhim këtu ke qepa. Po, ka dhe anvisa që ndoshta edhe për arsye kohe përdorin spinaqin të frigoriferit, do të procedojnë kështu, por ne dim të gjithë që gjithçka që është e freskët është më e shijshme dhe më e mirë. E mbyllim tani. Do të hedhim erzat, kopër dhe majdanos, që unë do t'i lë ashtu të freskëta si që janë. I kam pastruar, larë, dhe sa më pak të kalojnë këto në proces gatimi, aq më mirë është. Edhe ruajnë edhe aromën, po edhe vlerat ushqimore. Sigurisht. Tani do të më bësh gati vezët në një tas të vogël. Po, e kisha nxjerrur një tas, s'ka problem, ja mund t'i vësh edhe këtu. Po, me qënë se janë 4 dhe ai një nga një. Çik mëdhaja. Po, në fakt do zgjidhni me shumë sakrifica, palea do t'i gjeni, vezët më të vogla, nëse do t'jenë në një enë të tillë. Paka shumë përbërësit janë
gati për të shtruar tani në tavë. Po, tani na duhet të hedhim vetëm qumshtin. Pra qumshtin do ta hedhim ku? Qumshtin ja do ta hedhim këtu. Tek pureja e patateve, Po. ku hodhëm edhe pak Armoskat, do të hedhim dhe fare pak krip. Jo të dyja. Sa? Një nga një, me zemë. Një nga një, në rregull. Një nga një. Mos të tre. Kemi plot veza iba që mund të shfrytëzojmë. Ja. Që edhe një nga një. Unë prandaj thash, që të duhesh e kaq e vogël se si nxit të katër. Jo, një nga një që t'i hedhim, këtu i hodha vetëm për të parë, se sa të fresta janë që... Po, këtu është pa diskutueshme, se ndryshe nuk do ta kishim këtu në tryezën tonë, se nuk para i të përzgjedh kollaj, si thuash, Ja, i për bërthit edhe hedhim këtu, produktet. një nga një këtë tasi. Ja marim një lugë dhe i hedhim. Tani, përpara se të shtrojmë përbërësit në tavë, në këtë tavë t'i hedhim? Kjo është Ja, tava. këtu do filloj. Apo do bëjmë dhe një individuale? Edhe këtu do bëjmë një individuale dhe 3 këtu. Ne gatuajmë për 4 porcione, do t'i lyej me pak fare, zgjedhja që ju ja vazhdoj, ose gjalp vetam, ose vaj. Dhe më pas do të shtroj, do t'a vesh komplet pjesën e tavës, edhe të kësaj dhe të kësaj, me pure. Këtë punë do të bëj unë tani. Ja, do të bëjmë një hapësirë publicitare, një shkëputje shumë e shkurtër, edhe për të falenderuar mbështetësit tanë, dhe do të rikthehemi me vazhdimin e recetës. Vazhdojmë të tregojmë se si do të procedojmë më tej me përbërësit, duke patur parasysh që tava me pure patate, spinaq dhe vezë ka një tjetër procedurë pune nga tavat që jemi mësuar të gatuajmë me spinaq. Atëherë, kemi marrë dy tava të vogla. 2 tava, mirë është që të kemi me porcionet veçanta. Kam bërë këtu, kam hedhur 3-4 lugë pure, patate, dhe duke e veshur më tepër tek anët e tasit, duke patur dhe poshtë një bazë me pure patate, gati 1 centimetër. Të njëjtën gjë kam bërë dhe këtu. Kam veshur anët e tavës, kjo në ndihmon pra, si që thash, që mos në të mbeten anët me zit lajm tavën, por sigurisht këtu kemi dhe shije, kemi pjesën e bukës, kemi bukë e gjellë së bashku. Tani do të shtroj spinaqin. Do të marrë spinaq, dhe do ta hedh këtu në qendër, në mes. Mandi, unë do ta preferoja këtë mënyrë. Nëse kemi 4 tasa, nëse gatuajmë për 4 persona, më mirë gatuajmë në të tasat individuale. Sigurisht, është akoma më komod dhe shumë më mirë. Tani, edhe këtu, bëjmë një grop në mes. Ja, në ndihmon një pirun, me çfarë të doni ju që ta keni më lehtë. Ja, bëjmë dhe këtu një grop në mes. Veza është mirë që mos të thahet, pikërisht për këtë. Ne kemi marrë një tavë, dhe këtu, mbasi të vëmë tepsit, këto enët e gatimit, që mund të ishin 4 të tilla, do ta mbushim deri në mes me ujë të nxehtë. Këtu do të hedhim një vezë. Ja. E hodhëm një vezë. Tani këtë ta mbushim me ujë të nxehtë, ta kemi... Jo, më para pas, se ta vendosim më mos ndak të vezën mastohet. tjetër, me kujdes, dhe e vendosim në një tepsi. Mund të hedhim fare pak krip. Shumë fare pak krip mbi vezë. Tani, do të marrim tavën tjetër, dhe do të hedhim Që të veprojmë në të njëjtën mënyrë. unë do të mundohem që të gjej një mënyrë tjetër, duke... Që të si individuale. Bravo. Në një tavë 2 tasa të vegjël. Ja. Hapim përsëri këtu një grop në mes. Shiko, nuk është puna unë po bëj këtu në një artë. Është puna që duke qenë kjo gropa, veza nuk është e ekspozuar, po tjetë e hapur shumë me temperaturën, por është më e thellë dhe qëllimi është që veza, mua për shembull më shijon veza, i themi ne surbull. Surbull do të thotë që mos të zjej shumë, të jetë e pjekur në masën e duhur. Ja dhe këtu, marrim dhe këtë pjesën tjetër, duke e marrë komplet spinaqin. I ke bërë si ato folet e zogjve. Ja, kemi prur dhe kështu si fole me spinaq, kemi prur buk me spinaq, simitet që kemi mbushur,
përsëri me spinaq edhe me vezë, mënyra nga më të ndryshmet. Kemi thënë që ne do të gatuajmë me çfarë na jep Stina. Dhe tregujon se mund të ketë edhe përbërës shumë, por që të Stinës, po që si janë çike edhe më të shtrenjta. Ne gatuajmë për ata që kanë një mesatare. Ja, i kam bërë këto folet. Pas edhe kur të prihet në fund, dalin përsëri si të mëdhetshme. Sigurisht. Ja, sa më të thella këto, sa më të thella këtu. Okej, shumë bukur. Largojmë dhe ju hedhim vezët, secilës fole. Ja, 1, ja 2, ja 3. I largojmë. Vendosim dhe tepsin tjetër këtu. Tani është momenti që mund të sjell ujin në nxehtë. Po, tani na duhet ujë nxehtë. Ta vendosim në tavë. Dhe nga ky moment ne do ta lëm 15 minuta aq sa e shohim që veza sipër. Kjo shërben si pra uji do të vazhdoj të zjedhë, do të Po. ta mbushim te gjysma? Po. Bëjmë një përmbledhje Edhe tani pak. të përbërësve. Kujdes mos na bjerë ujë tek spinaqi. Dhe jemi në rregull. Hape furrën tani. Mirë po, vezën nuk do ta lëm kështu të thatë. Në fund fare kur ta servirim, nëse kemi rrudhun çik dorën ke gjalpi, një lugë vetëm gjalp derisa të na zverdhet, të jetë pak si kaf, e hedhim sipër ke veza. Veza me gjalp shkon shkëlqyshëm. Për ndonjë që ka bë divorc me gjalpin, siç unë për shembull, atëherë çik vaj ulliri të pastër, të kthjellët, të ftohtë, të freskët, dësh një aromë shkëlqyer. Dakor, bëjmë një përmbledhje të përbërësve për t'ju rikujtuar dhe njëra visave se si realizuam tavën me pure patate, spinaqe dhe me vezë. 800 gram patate do t'i ktheni në pure, 1 kg spinaq, 150 ml qumësht, 2 lugë gjelle gjalp, 1 kokër qep, krip, piper i zi, arr moskat, 4 kokra vezë, pra sa persona ka në familje që do të gatuajmë, nga 1 kokër vezë për secilin. Koper majdanos, të cilat u hodhën gjatë përgatitjes së spinaqit bashkë me qepën. Po, dhe është një recetë me një kosto sa për 4 kafe. Sa për 4 kafe. Pra, Qameti 5. është një kafe. 5 kafe, 5. Kjo ishte pamja e fundit që do t'ju tregonim përse takon realizimit të kësaj tave. E realizuam në kohë shumë të shkurtër, si të thuash, pra mjafton t'i keni gati patatet e zjera, ktheni në pure, bashkojnë me pak armoskat. Patatet do të zjeni 25 minuta, kështu që duhet të zjenë mirë patatet. Dakor. Ne po e vendosim këtë tavë, shikoni dhe njerë përbërësit, 800 gram patate, 1 kg spinaq, 150 ml qumësht, 2 lugë gjelle gjalp, 1 kokër qep, krip, piper i zi, arr moskat, 4 kokra vezë, koper, majdanos. Po. Sepse do të ndrojmë menun, do të shënojmë përbërësit e recetës së dytë, të cilën do të realizojmë pas fleshit informativ, shumë shkurt. Erdhëm shumë shpejt në pjesën e dytë të këndit gatimit, ju prezentojmë me recetën e dytë, që është një sallatë e shpejt, madje e shpejt, me fasule. Po. Po që mund të hash edhe një vakt. Po. Dhe fasulet ne i kemi prurë në supë, i kemi prurë në gulash, komplet ndryshe nga një gjelle zakonshme me fasule. Ka receta nga më të ndryshme që mund të sillen me salamra të ndryshëm apo me suxhuk. Por, unë mendova ta sjell thjesht sot. Një kuti fasule të bardha, një kuti fasule të kuqe. Kemi spec të 3 ngjyrat e specave, por nëse ju nuk e gjeni një ngjyrë nuk bëhet ataja. Pra kam një spec të verdhë, një spec të kuq, një spec jeshil, që nëpërmjet këtyre trupi jon pasurohet me vitaminën C. Kemi një dorë arra, mund të jetë 50 gram, mund të jetë 2 lugë gjelle. Këtu ka 50 gram arra. Arra do t'i coptojmë në copza të dukshme, në copa të mëdha. Kemi një 10 gjethe me nënexhik të freskët. Kemi patjetër krip dhe piper të zi. Kripën e kam këtu. Kemi 3 lugë uthull. Do t'ishte shkëlqyeshëm të kishim uthull shege.
Uthull shege. Po, në rast munges, me uthull rrushi të kuqe. Kemi majdanos pra, kopër, edhe unë nuk e kam shkrytur në recet, por unë në shtëpinë time i fus pak kastravec turshi. Madje dhe pak lëngë kastraveci, një 3 lugë lëngë kastraveci, i vendos dhe 2 lugë, edhe kur bëj salat, unë në shien time, ju po deshët guxoni, provojni, po deshët jo. Mund të alini derke uthulla, po sigurisht. A ka pëlqyer ty? Po. Ne kështu ta bëjmë me... Unë i hedh edhe 1 lugë ose 2 lugë, në varet nga sasia që kam, pak lëg limoni. Kjo, prandaj nuk i kam shkruar në dras, është ajo pjesa që eksploroj unë vetë. Për shembull, ke sallata e shile, unë përdor edhe një salcë si soja, po është peshku, që është sa, 1 lugë kafeje, më jep një aromë, më jep një shije të mrekullueshme. I ndryshon komplet shijen e... Po, janë këto salcat ose dressingët që bëjmë ne. Atëhere, i heq bishtat e koprës dhe të majdanozit dhe kryesisht gjethet. Kemi prur salat, se ndonjëri mund të thotë që kemi prur salat, kemi prur me domate, vetëm me majdanoz dhe me fasule të bardha. Kjo është komplet ndryshe dhe salatat janë nga më të ndryshme, mund të pasurohen me karota, mund të pasurohen me përbërës të tjerë që ne mund t'i sellim her pas here. Por që është mirë, sidomos në këtë stin që jemi ne, fasulet dhe thjerëzat. Dhe në çdo stin, zonja Vjoca, se tani të thuash fasule është fë si fibra, shiko, them për fasulet e thata, sepse në verë ne i marrim fasulet, legumet nëpërmjet fasuleve të njoma. E bishtajave, kështu që aty jemi. Kurse thjerëzat, sigurisht që mund t'i marrim një grusht thjerëz pa. Tani, mua aksidentalisht kutia më qëlloj me fasule plaçi, por nuk është kusht. Madje dhe më mirë akoma të jenë fasulet të vogla të bardha. I hedhim fasulet, hedhim dhe fasulet e kuqe në një tas. Këtu masa është për 4 porcione dhe një sallatë e bollshme, që nëse ju mund ta konsumoni edhe në një vakt të vetëm, të keni vetëm këto, do dini nga tavolina të ngopur. Po, në fakt, kur lexon për fasulet, kanë shumë fibra dhe rekomandohet që kryesisht të shoqërohen me makarona integrale për shembull ose dhe me oriz, për të marrë vlerat, për të përfitur të gjitha vlerat që ato kanë. Kështu që nëse e duam ta bëjmë një vakt akoma më të plotë, këtu mund të shtosh edhe oriz. Oriz nga i kokorgjatit, nga i kokorgjati, vetëm të zjerë dhe mjafton me vajin që do të vendosim ne këtu. Dhe prandaj thash që mund të pasurohet me përbërës nga më të ndryshmet. Dhe atëherë del si një sallatë e ftohtë me oriz. Mund të hedhësh bollgur, mund të hedhësh kuskus, mund të hedhni çfarë të dëshironi ju. Tani, gjethet pa kërcellin, gjethet e mentes. Arat do të hidhen në fund fare, mbasi të kemi mbaruar punën edhe me këto dressinge. Do të marr këtu një lugë lëng limoni. Kaq. 2 pika, jo shumë. E vendosim këtu. Plot ngjyra është dhe kjo sallat. Shoj mirë tavën me spinaq. Kastravecat nuk janë kusht në recetë, mund të përfundoj edhe këtu duke hedhur ne vetëm uthullën dhe koprën me majdanoz. Kjo është, këtu hym ke ajo pjesa ime që mua më shijon, se dhe ne kur ham fasule. E keni vënë re ju që kur i ham me turshi, sikur na... Shoqërohen çdo mos me tomate turshi, me specat, me gozhare. Me ullinj, me çfarë, të gjitha mund t'i përmbaj një... Me çfarë ju shijon ju ta konsumoni fasulen, mund të shijojnë dhe ke salata. E duke qenë se fasulet kanë shumë fibra, fibrat na ndihmojnë që të nxisin metabolizmin dhe stimulojnë sa më shumë metabolizmin e njeriut dhe krijojnë atë ngopjen për një kohë më të gjatë. Ndërsa pjesa e turshis na bën shumë mirë për florën e zorëve. Tani hedhim pak vaj ulliri, falni. Është uthull, hedhim pak lëng nga lëngu i... Dhe tani do të hedhim vajin e ullirit. Dhe a nuk ishte shpejt kjo sallatë?
Ishte, se e shpejt dhe meriton të ishte edhe në titull të recetës. Fjala e shpejt. Tani, gjethet janë pjesë e dekorit, i trazojmë të gjitha së bashku. Pak krip, se nuk kemi hedhur krip. Dhe Niki, mund të marrësh një lugë, se kjo nuk është e nxehtë. Po. Me spinaqin si do veprojmë, do ta nxjerrim në fazën që është apo i ndërpresim procesin e Jo, piksjes? ne mund ta nxjerrim, sepse unë e kam vendosur spinaqin. Po, e kam vendosur spinaqin në temperaturën 175 gradë. Pikërisht që veza të mos më thahet. Ndoshta është momenti që ta sjellim, se duket që janë piksur vezët që kemi hedhur në sipërfaqe. Për anvisat që nuk na kanë ndjekur, kemi vendosur në një tavë të madhe ku kemi hedhur ujë të nxehtë dhe më pas Ja, ne do të servirim. Ose këtë tasin e vogël, siç është kujdes. Veza është bërë fikse, madje ta kishim heqë çik më përpara. Ma e vetë atë. Tasin e vogël vetëm. Një letër, çik Niki, ta heqim pjesën e ujit. Vëre këtu. Po. Dhe e heqim dhe këtë. Dhe largojmë tavën me ujë. Kjo pjesë, pra kjo mënyrë, kjo procedurë ndihmoi që të mos jetë fare e thatë dhe duket që s'kemë çaj merr, ja një sekondë se marr unë edhe atë. E tërheq kështu më këtej, sa për të mos na penguar. Sigurisht që të dyja recetat edhe mund të kombinohen, edhe mund, po edhe janë shumë të shëndetshme madje nëse marrim goxha vlera ushqimore nga gjithsecila. Duke patur parasysh kombinimet e duhura, edhe sjellim një recetë tjetër anvisave për sa i takon tavës me spinaq. Ja. I kemi këtu në një porcion dhe mirë është që të gatuhet në atë formë. Vlerat që kanë, mos e ndajmë spinaq. Po. Njëra sjellim në këtë formë, njëra në formë sallate, njëra në formë buranie me oriz. Mjafton që të dim që ka. Në atë do merresh ata tani. Për të marrë pak të tasi. Ja. Mjafton, sa për ta provuar se vazhdojmë më pas bashk, për t'i shijuar dhe për t'i komentuar si kundër veprojmë çdo ditë. Po. Çfarë i duhet një recete? Po. Bëjmë gati edhe me Si është në shije? më qelluan dhe këto kastravezë të ushi që më mirë t'i përdorim dhe shumë e këndshme. Po. Shumë e këndshme, nga këto sallatat e freskëta që po, duhet. Po, teksa e ham dihesh jo e fryr, kam përshtypjen, thjesht je ngopur. Buk s'ka sot. Procesi metabolizmit ka mjaftueshëm fibra. Duke qenë se fasulet e stimulojnë metabolizmin. Kështu që mjaftueshëm fibra dhe mjaftueshëm vlera ushqimore për të shoqëruar një vakt të mirë. Ja, siç thash, këtu sa do të hedhim. Ja, një lugë kafe, unë do të hedh për këtë të trija. Do t'i në fund fare do t'ja hedhim. Pak vaj të freskët, thash pra, ja, të katërtave. Po. Shumë bukur. Mirë, bëjmë një përmbledhje tani të menus së dytë, pra të recetës së dytë, të cilën e përgatitëm gjatë kësaj hapësire, sallate shpejt me fasule. Një kuti fasule të kuqe, një kuti fasule të bardha. Nëse anvisat kanë bërë fasule për drek, mund të mbajnë një pjesë nga zjerja e ta shfrytëzojmë për mund ta vendosim në frigorifer për një ditë nesër ose pas nesër, po. Një speci verdh, një speci kuq, majdanos, koper, nenegjik i freskët, për sa i takon erzave, 50 gram arra, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 3 lugë gjelle uthull e kuqe dhe pak lëng limoni. Përftohet një sallatë shumë e këndshme, shumë e shishme, e cila ka çfarë kosto ka? Kosto është të thjeshtë fare. Për 4 persona, afërsisht del me koston e, sepse nëse i kemi fasulet në shtëpi, sigurisht, unë kam llogaritur që i kam blerë, po. 380 lek për 4 persona, ndoshta edhe për më shumë shofun nga tasi që përgatitëm, po ja ku i keni dhe përbërësit sipas gramaturës, ju e llogarisni dhe vetë. Fjala vjen, kjo kosto e kemi thënë disa herë për anvisat, është thjesht një orientim që nuk ju kushton asnjë gjë të hani shëndetshëm. Pra, nuk është më një luks.
të hash shëndetshëm, mjafton të dish. Po, nëse i kemi ato fasulet në shtëpi, mund ta bëjmë dhe vetëm me fasulet bardha, por fasulet e kuqe kanë vlera ushqimore dhe më tepër, kështu që nuk del më ajo kosta, do dali kosta vetëm për specin edhe për koprën dhe për majdanozin. Gjëra që ndodhen në shtëpinë e Anvisave. Kalojmë tek receta tjetër, pse i takon këtij orientimi të kostos, sa na ka kushtuar ne tava me pure patate dhe me spinaqe dhe vezë. Paka shumë është që nga i njëjta, 380 edhe kjo për afërsisht sallata ka emrin, po në kosto del, po t'i blejmë, po të startojmë t'i blejmë të konservuara, po, atëherë. Shumë këndshëm, shpresojmë të kemi ardhur në ndihmë. Unë të falenderoj zonjë Vjolla si gjithmonë. Faleminderit. Ne takohemi nesër së bashku. Mos harroni të konsumoni sa më shumë ujë dhe mos harroni të klikoni në balkanu.com për të mësuar receta, gjithashtu edhe në YouTube, si gjithmonë për t'ju kujtuar ku na gjeni dhe ku mund të klikoni. Takohemi në pjesën e tretë bashk, sepse do të jemi në këndin e ekselencës. Mos u largoni. Shihemi nesër zonjë Vjolla. Patjetër, mirupafsh.